është se ka ndryshuar diçka. Ajo është tjetër që ti kur je re e merr më me vrull ose mund të gënjesh dhe më shpejt që thjesht një flirt ose një ndjeshmëri të shpejt, ti mund ta quash dashuri dhe pastaj kupton po prit një herë se nuk është tamam ajo ndjenja e madhe e fuqishme e frymëzuese. Mund të jetë thjesht një emocion i çastit. Dhe në atë kohë gjithmonë kemi thënë, a kjo që nga dashuria. Dhe pastaj kur ti e kupton vërtet se ç'është dashuria, mendoj se dashuritë më të bukura janë në moshën madhore, që njerëzit. Edhe ato që janë shkruar e gjithçka tjetër, normal kur je i ri është ajo, sepse ka raste që ju ka ndodhur njerëzve të rinj fare që kanë provu dashurinë e vërtet dhe sot janë me të njëjtin shok apo shoqe jete në krah. Por janë më të rralla. Dashuria në moshën madhore pastaj është më e fortë, më e qëndrueshme, më që ti e kupton njëri, kjo është e rëndësishme. Pra ka lidhje më shumë me emocionin se sa ka lidhje që unë kam ndryshuar mendim. Nuk kam ndryshuar asnjë mendim për atë që kam menduar që çfarë është dashuria, pra si e kam menduar unë dashurinë. Po për vlerësimin e dashurisë në ditët e sotme të rinj, sepse mbase dikur, nuk e di, ose ne të paktën ashtu na duket kur i shohim edhe këto filmat e vjetër, po edhe historitë kur dëgjojmë, na duket sikur ajo dashuri ka qenë shumë më e vlerësuar se sa tashmë. Në fakt edhe ne, brezi ynë ju paragjykon shumë, por unë mendoj që ndjesia nuk mundet të ndryshojë tek njeriu, është e vetmja kjo gjë që mbase dashuria e ndaluar, se te ne kishte shumë dashuri të ndaluara. Dashuria e ndaluar, adrenalina në kokën tonë për dashurinë e ndaluar ka qenë shumë më e fortë. Ndërsa ju për shembull jeni më të lirë. Shumë rrallë mund të gjesh sot që juve t'ju pengohet dashuria. Dashuritë e ndaluara mund të jenë dashuritë të cilat mund të jenë midis një burri apo një gruaje të martuar, të cilët zgjedhin pastaj do vazhdojnë me familjen apo me dikë tjetër.